Përshëndetje. Sot vetëdia ime u përball me një ose më saktë më erdhi një sinjal ku pse fuqia ime në këto momente është e bllokuar. Pra, kam qenë dhjetar që ndihem e pafuqishme. Pra, unë jam person që kam energji shumë të lartë, jam person që kam bërë aktivitet sportiv 3-4 klasa në ditë, kam bërë 15.000 hapa në ditë, dhe i kam bërë çdo gjë me dashuri, asnjëherë e nervozuar. Pra, të gjitha gjërat i kam bërë me dashuri. Por në një periudhë, në dhjetor, a nëntor, nuk më kujtohet, në dhjetor jam përballur me një sfidë. Dhe gradualisht kjo sfidë më çoi tek ulja e fuqisë time. Kam përdorur shumë teknika, kam shkuar edhe në retreat, por sot u zgjova tepër e lodhur. U zgjova pa një dëshirë për të bërë gjërat e mia të përditshme. U zgjova me një emocion të ulët. Jo se kisha dëshirë të grindesha, jo se kisha dëshirë të reagoja, absolutisht. E vetmja gjë që doja të bëja është se doja të qëndroja në paqe dhe të kuptoja këtë ndjesi që ishte brenda meje. Dhe çfarë më tregonte kjo ndjesi? Dhe zgjodha të qëndroja me veten time, sepse kur ne qëndrojmë me veten tonë, prandaj jo më ka dije fola për vetëmjeshtërimin, pra që ne mësojmë rrugën për të arritur tek vetëmjeshtërimi, është sepse deri në ditën që ne do jemi në këtë tokë, ne do të punojmë për zemrën tonë, për trupin tonë, për shpirtin tonë, për mendjen tonë. Sepse e kaluara jonë është krijuar nga sisteme ku ne nuk kemi qenë të lirë për të shprehur veten tonë, për të vepruar në liri, në harmoni. Jo se nuk kanë dashur, por ashtu ka qenë sistemi për të tërë. Dhe të gjithë ne, pa dashje, nuk mund të më thot asnjëri që është shpirt i lirë, është në. Të gjithë jemi rritur në një mjedis ku kemi qenë të induktuar. Kemi pas procedurat e implementuara, kemi pas sisteme që nuk kanë qenë të shkruara, por që kanë qenë të induktuara në heshtje. Kemi rritur në shoqëri ku vetdia jon ka qenë shumë ne nuk kemi qenë të vetëdijshëm dhe ne në mënyrë shumë pa e kuptuar kemi marr nga sjelljet e gjithë secilit. Dhe normalisht kemi vepruar nga mendja. Gjithë jetën e kemi ndërtuar nga mendja. Qoftë familjen, qoftë shkollimin, qoftë punën. Pra, qëllimi ka qenë të kemi një punë të mirë, të kemi të ardhura, por sa të kënaqë kjo punë, a është komfort me natyrën tënde, me misionin tënd që ke ardhur. Dhe të gjitha këto gjëra kanë sjellë një kolaps të brendshëm midis trupit, mendjes dhe zemrës, sigurisht dhe shpirtit. Kështu që
si që po thoja më sipër, që zgjodha të qëndroja me veten time dhe mjedisi unë kur unë relaksojmë është uji. Uji më jep, më rrit në frekuencë. Por unë jo çdo gjë që bëj, e bëj me shumë dashuri. E bëj me Pra, jo se e bëj në mënyrë mekanike, automatike, no. E bëj me shumë dashuri. E bëj me një ndjenjë shumë të lartë. Dhe në këtë qendër, ku unë zgjodha të shkoj për një orë, siç thash, po ndjej një energji shumë të lartë në pjesën e stomakut, aty ku është fuqia jonë, sepse zona e tretë, pra stomaku nga sipër kërthizës, këtu është ndjeshmëria shumë e lartë. Pra, ne themi që zemra dhe shpirti jonë është këtu, por fuqia e shpirtit tonë është këtu, tek stomaku, tek mëlçia. Ti mund ta kesh zemrën shumë të madhe, ta kesh të mbushur me dashuri, por kur fuqia e shpirtit tonë nuk është e lirë, ti nuk mund ta shprehësh dot atë. Ti do ndjesh një blokadë. Për çfarë arsye mund të jetë bllokuar? Nuk e dim. Nuk e dim sepse është një lëndim i të shkuarës, që nuk e dim nga ka ardhur. Nga ka ardhur nga familja, nga ka ardhur nga shoqëria, nga puna, nuk e dim. Nuk e dim. E rivizitojmë? No, nuk e rivizitojmë. E vetme gjë është që e lejojmë dhe e pranojmë me shumë dashuri. E lejojmë dhe e pranojmë me shumë dashuri këtë emocion të ullët, këtë pengesë të fuqisë tonë për t'u aktivizuar. Dhe ndonjëherë duhet të kuptojmë pse fuqia jonë është e bllokuar. Dhe kjo vjen pikërisht në momentin kur jo duke gërmuar, por duke e lënë vetë të rrjedhë, se pak më përpara thash që nuk e rivizitojmë si ngjarje që të rrimu, po pse, çfarë ndodhi, pse kështu? Jo, thjesht puno me teknikën lejim, pranim dhe dashuri, duke lejuar dhe pranuar me shumë dashuri. Është një teknikë ndërkombëtare, e përdorin të gjithë mentorët. Atëherë, duke pranuar, duke lejuar këtë teknikë, duke e pranuar me shumë dashuri, atëherë, sepse dashuria të rrit. Nëse ne gjërat i bëjmë me dashuri, dashuria të rrit. Dhe kur ne fokusohemi në paqe, këtë e kam të provuar vetë, dhe në dashuri, unë bëj jashtëzakonisht shumë. Pra shpreh potencialin tim. Bëj atë që unë nuk e them, ua, vërtet, unë isha kjo? Ishte potenciali im. Thjesht unë zgjodha me mjedisin e dashurisë dhe të paqes që të veproja. Atëherë unë më të sipër ceka që thash, nuk do ta rivizitojmë. Por e lejmë, punojmë duke e lejuar, duke e pranuar me shumë dashuri. Në momentin që, sepse ajo që ka për të liruar, për të çliruar plotësisht do të vi. Në momentin që unë isha duke punuar për këtë teknikë që u bë kohë shumë e gjatë që po punoj, në vetëdijen time erdhi në mënyrë shumë e gjepse, pa e kuptuar fare, që fuqia ime është bllokuar sepse unë nuk kam qenë e lirë të veproj në asnjë moment. Unë kam qenë e urdhëruar. Në çdo moment të jetës time, unë kam qenë e urdhëruar. Pra, nëse unë kam pasur një dëshirë të bëj, le ta marrim në fëmijëri. Kam pas dëshirë në një moment në orën për shumë besdite të dalë dhe të luaj, dëgjoj nga zëri dritare shoqet e mia që po luajnë të lagjes. Kam dëshirë dhe unë të dalë të luaj. Ndërkohë, prindi thotë që ti do të mësosh dhe nuk do të luash. Dhe nuk të jep asnjë lloj shpjegimi. Dhe do thotë, do mësosh.
Dhe ti ulesh e mërzitur, pikërisht i qendra e tretë. Ti jo vetëm që nuk mëson, sepse fuqia jote është bllokuar, është mërzitur, ti e ke mendjen tek mjedisi tjetër, atje ku shpirti yt po të kërkonte të dilte. Pra, as nuk je me shoqet, as nuk po mëson, por ke bllokuar fuqinë tënde dhe ke sill ndjenjën e mërzitjes. Ky rast ndodhi. Dhe vazhdon më radhë. Rasti i parë, i dytë, i tretë, përsëritet. Dhe u bë një eksperiencë në jetën tënde. Atëherë, ne kuptojmë që ne kemi qenë të komanduar dhe i kemi dhënë komand trupit tonë që fuqia jonë urdhërohet. Prandaj shpesh herë, kur ne gjendemi të bllokuar, kur ne gjendemi të sëmur, kur ne gjendemi të lënduar emocionalisht, ne kërkojmë një shpatull për të vënë kokën, që të bëjmë të ndihemi mirë. Ne kërkojmë një aprovim nga shefi që detyra jonë të zbatohet, sepse nëse ti e merr atë vendim dhe dikush do të kundërshtoj, ti nuk do të kesh fuqi për ta mbrojtur atë vendim që sapo ke marrë. Dhe shpeshherë shkon tek shefi, sepse shefi ta ka kërkuar që çdo gjë që ndodh poshtë duhet ma sjellësh mua për aprovim. Dhe në këtë mënyrë u mësua trupi. Trupi do komand që fuqia ta aktivizohet dhe që ti të veprosh. Ose rasti konkret i sëmundjes, shkon tek mjeku dhe fjala e mjekut të shëron. Nëse mjeku thotë që sëmundjet e pashërueshme janë të pashërueshme, atëherë ti ke dhënë një komand vetes dhe thua që sëmundjet e pashërueshme janë të pashërueshme. Sepse ky sistem është krijuar brenda në trupin tënd. Por në fakt nuk ndodh kështu. Fuqia më e madhe është brenda teje. Inteligjenca më e madhe është brenda teje. Sa gjëra ke bërë kur ke qenë në dashuri? Sa gjëra ke bërë kur ke qenë në paqe? Sa gjëra ke bërë kur ke qenë në qetësi? Ai ke thënë vetes, po pse? Unë jam kjo? Unë e bëra këtë? Wow! Po unë që kam një super fuqi. E ke bërë? Sepse i dhe mjedisit, i dhe trupit tënd mjedisin e përshtatshëm, habitatin e përshtatshëm. Trupi jon, mendja, zemra ka nevojë që ti krijojnë mjedisin e përshtatshëm, habitatin e përshtatshëm. Në të shkuarën nuk e ka patur. Sepse shumë sisteme e kanë koklavitur dhe nuk ka qenë i lirë të shprehet. Edhe në një anë që gjej një pengesë, në një anë tjetër që vinte një mendje, edhe ti nuk dije, bllokohesh, nuk dije çfarë duhet bëje. Edhe shpesh herë dhe kur merrje vendimin nuk ishe i qartë, sepse ndjeje që ai s'ishte vendimi i duhur. Edhe ndiheshe i pasigurt, edhe vinte edhe ndjenja e pasigurisë. Edhe normalisht dhe stresi, që akumuloheshe stres në trupin tënd. Por aja vlen më. Aja vlen më të pengosh fuqinë e trupit tënd për të shprehur atë çfarë ai ka ardhur të bëj këtu në këtë tokë. Fuqia e trupit tënd është pikërisht për të jetuar në shëndet të plot. Fuqia e trupit tënd është këtu për të jetuar në harmoni, për të qeshur, për të argëtuar, për t'i folur dhe një lypsari, për t'i folur edhe një që nuk është
në gjendje shumë të mirë ekonomike, për t'i folur edhe një personi që nuk është fort i bukur, apo që nuk ka një familje brez pas brezi që është i shkolluar intelektual, apo se nuk është miliarder. Po që më intereson? Shpirti im kërkon të flasi me çdo kënd rreth e qark. Shpirti im kërkon të ketë kontakt me çdo person. Shpirti im ndjen që duhet të bëj ato që do të bëj. Ndjen të udhëtoj, ndjen të jetë i lirë, ndjen të tokëzohet, ndjen të haj çfarë të doj, sepse trupi im ka fuqi edhe ta tresi, edhe të udhëtoj me orë të tëra, edhe të bëj stërvitje me orë të tëra, edhe të flej gjumë të qetë, edhe të dali me misht, edhe të mësoj një gjuhë të huaj, edhe të krijoj miq të rinj, edhe të krijoj miq të moshuar, edhe të krijoj miq më të rinj se vetja në moshë, edhe bashkëmoshatar, edhe të qëndroj me fëmijët, sepse shpirti im është i lirë. Dhe kur shpirti im është i lirë, fuqia ime është e lirë, dhe fuqia ime është aktivizuar, dhe ajo gjë që ka për të ndodhur do të ndodhi dhe pikë. Pra, ajo që më bëri klik në këtë qendër, në këtë qendër relaksi kur unë isha sepse po punoja pikërisht me qendrën e tretë, edhe me këtë teknikën lejim, pranim dhe dashuri normalisht, dhe më pas ndodhi që po çliroja normalisht, dhe më pas ndodhi që në vetëdijen time erdhi pikërisht kjo. Unë e kam bllokuar fuqinë time, sepse unë gjithmonë kam pritur nga jashtë për të vepruar. Unë gjithmonë kam pritur nga jashtë për të kam pritur aprovim nga jashtë. Sepse pasiguria, frika, se çfarë do të ndodhi, frika për të ardhmen, më bënte që unë të kërkoja, të çoja vëmendjen time tek mjedisi i jashtëm, kur fuqia ishte brenda meje. A e kam arritur unë këtë gjë? Po, e kam arritur para 3 vitesh. E kam arritur. Po pse pikërisht më ndodhi në dhjetar? Ku e di unë se çfarë është regjistruar në trupin tim? Ku e di unë se çfarë mbledhimi ka përjetuar trupi im në të shkuarën? Ku e di unë? Sepse erdhi ajo sfidë dhe më shfaqi pikërisht këtë blokadë. Dhe ndryshoj shumë gjëra në mjedisin tim të brendshëm. Ndoshta që shpirti im të jetë përfundimisht i lirë? Ndoshta për të aktivizuar gjithë këtë fuqi të madhe që është brenda meje? Ndoshta ky është misioni im? Ndoshta për ta ndarë këtë ngjarje me ju, që mund t'i shërbej shumë personave të tjerë? Ndoshta ka shumë përgjigje. Por ajo që unë arrita të kuptoj është se, dhe më solli një super fuqi, është se unë nuk kam më nevojë për mjedisin e jashtëm, për aprovimin e mjedisit të jashtëm. Fuqia ime është brenda meje. Inteligjenca ime është brenda meje. Dhe unë e lejoj, e aktivizoj plotësisht këtë fuqi. Mjaft më. Mjaft më. U lodha duke më orkestruar të tjerët. U lodha duke më orkestruar të tjerët se çfarë unë duhet të bëj. No. Tani është momenti të zgjidh vetë çështjen time. Me fuqinë time të brendshme, me fuqinë e shpirtit tim.
me fuqinë e dashurisë time, me fuqinë e krijuesit tim. Dhe unë jam plotësisht e bindur dhe e besoj dhe jam plotësisht e bindur që kjo ka për të ndodhur. Dhe kjo ka ndodhur. I fal të gjithë personat që më kanë lënduar, që më kanë urdhëruar, që më kanë komanduar, që më kanë krijuar këtë lloj sistemi brenda meje. Sepse unë tashmë di më shumë. Unë tashmë di aq shumë sa më duken shumë të vegjël këta persona në jetën time që më kanë krijuar këtë lloj habitati për të mbajtur të izoluar në që unë të udhëhiqem në një sistem i tillë. Unë kam guxim, unë kam fuqi, unë kam vetbesim. Dhe shpirti im është i fuqishëm dhe ka ardhur këtu që të jetoj i lirë dhe të vendosi në punë gjithë fuqinë e tij. Jo më kop, le të flasim pak nga spiritualiteti, është diell. Dielli është fuqi. Dielli është fuqi. Si mund të pengojmë ne diellin tonë? Si mund ta pengojmë ne diellin tonë? Kështu që unë e lejoj këtë diell dhe çdo rrezë dielli që mund të bjeri në trupin tim, në lëkurën time, e pranoj me shumë dashuri, sepse ky diell është pikërisht për të më fuqizuar mua dhe jo për të më ulur në frekuencë. No, ky diell është për të fuqizuar trupin tim, për të fuqizuar lëkurën time, për të fuqizuar çdo gjë brenda meje, fuqinë time. Kështu që ajo më erdhi një fjali pra stop më së bllokuari fuqinë time nga komandat e të tjerëve, nga komandat e prindërve, nga komandat e... Jo se i fajsoj prindrit e mi, unë i dua shumë, babim nuk është më dhe unë jam shumë mirënjohës për çdo gjë që ai ka bërë në jetën time, sepse ai e ka bërë nga një dashuri shumë e madhe, edhe e dua shumë, edhe të ras shpes në zemër, edhe e të ras për të qenë të përjetshëm të lidhur bashk. Edhe them se tashmë e dua më shumë se që mund ta kem dashur kur ne kemi jetuar të dy së bashku. Sepse unë tani e kam kuptuar gjithë misionin e tij në këtë jetë, gjithashtu kam kuptuar dhe misionin tim. Edhe ndaj e mbaj fort në zemër si një dashuri shumë të madhe, të mrekullueshme, edhe e kam kudo që shkoj e kam me vete. Kjo është. Edhe kështu që ajo pikërisht që mua më erdhi ai sinjal që më erdhi që unë kam qenë e bllokuar sepse gjithmonë kam patur jam mësuar që e vogël që unë orientohem nga të tjerët. Pra çdo gjë e kam bërë nga një dirigjent. Edhe këtë lloj formule e mora gjatë gjithë jetës time. Normalisht që e kisha ndaluar, por e kisha ndaluar nga mendja, e kisha ndaluar që thosha no, stop, unë nuk bëj më, prandaj dhe unë shpesh herë, unë nuk pres të më urdhërojnë. Tani e kapa. Kur mua më japin urdhra, unë nuk pranoj. Tani e kuptova. Unë urdhrat nuk i pranoj. Nuk i pranoj urdhrat sepse shpirti im nuk do urdhra. Shpirti im do bashkëpunim. Shpirti im thot, do fjalë të bukura. Ti mund të më kërkosh diçka, por duhet të përdorësh një fjali shumë. Duhet më kërkosh me mirësjellje. Të lutem, a mundesh ti të më ndihmosh pak në këtë detyrë?
Po, unë të jap gjithçka që kam. Po kur ti më thua, shko atje, bëj këtë, unë nuk e pranoj, gjithmonë e kam kundërshtuar. Unë këtë gjithmonë e kam kundërshtuar dhe lufta më e madhe që kam patur edhe në marrëdhënie pune është sepse unë nuk kam dashur të urdhërohem, sepse dhe unë jam leadership nga natyra ime. Jam leadership, por jam leadership jo vetëm për të drejtuar. Jam leadership sepse jam autentike, zbres poshtë. Unë zbres poshtë, pra nuk futem në leadership si ego, por unë futem në leadership për të përqafuar edhe ata që janë në shtresën. Nëse flasim nga piramida, unë përqafoj dhe shtresën bazë. Kjo jam unë. Jo sepse ngjitem lart, sepse duhet të qëndroj me këta lart. No, unë jam këtu sepse kam aftësi për të vetë mbrojtur të gjithë personat që kanë nevojë. Por, kur ti ma kërkon me shumë dashuri, kur ti ma kërkon me shumë mirësjellje, dhe jo ti të më urdhërosh nga egoja, unë këto kurse kam pranuar, dhe kur nuk do ta pranoj, sepse shpirti im nuk e do. Nuk mund të më urdhëroj askush në këtë jetë. Kur nuk më ka urdhëruar burimi, krijuesi, kush janë të tjerët që të më urdhërojnë nga egoja? Nuk e lejoj, sepse fuqia e shpirtit tim nuk e do këtë gjë. Fuqia e shpirtit tim do mirësjelljen, dashurinë, paqen, qetësinë. Dhe unë këtu ndihem, ky është habitati im. Nëse unë qëndroj në njerëz ku kanë buzëqeshje në fytyrë, unë jam gjithçka për ata. Nëse unë qëndroj në mjedis ku njerëzit komunikojnë lirshëm, unë i dua fort. Nëse njerëzit vinë trokasin në derën time dhe më thonë ose dërgojnë një mesazh dhe kërkojnë ndihmë prej meje, unë jap gjithçka. Jo se jap unë, por kjo është fuqia ime. Për këtë jam dizenjuar, për këtë kam ardhur në këtë tokë. Dhe unë nuk mund të ndaloj fuqinë time, dizajnin tim, nuk mund të ndaloj natyrën time. Unë ndaloj atë që pengon natyrën time. Ndaloj atë që pengon fuqinë time. Kjo jam unë. Dhe kjo më bëri klik pikërisht në këtë qendër relaksi. Nga një mëngjes shumë i lodhshëm, pasi kisha bërë dhe një gjumë shumë të thellë, pasi kisha ardhur edhe nga një eksperiencë me një energji shumë të lartë, unë përsëri ndjeva këtë lodhje. Dhe ishte pikërisht vetëdia ime, pra momenti, jo më kot kam folur dje, përsëritas edhe njerë për vetë mjeshtërimin. Dhe jo më kot dje, po flisja përsëri me një mikun tim, se shumë gjëra po na ndodhin dhe thash është momenti që ne duhet të vetë izolohemi. Jo më kot ne vetë izolohemi, për arsye sepse ne gjejmë përgjigjen e duhur për ato pengesë që kemi në ato moment në trupit, në jetën tonë. Qoftë nga ana sociale, familjare, shoqërore, shëndetësore, përgjigja është brenda nesh. Nuk mund të thoj mjeku ty, kjo sëmundje shërohet dhe kjo sëmundje nuk shërohet. Kjo sëmundje ka këtë grad dhe kjo sëmundje. No, je ti. Nëse ti zgjedh stresin, ti do të sëmuresh. Nëse ti zgjedh paqen, ti do të jesh një mrekulli në këtë tokë. Por bëje këtë, jo vetëm thjesht nga mendja, sepse unë e kisha bërë nga mendja nga dhjetori deri tani, sipas një sfide që më kishte ardhur, por kjo më solli akoma më shumë sfide të tjera. Sepse mua nuk më kishte bërë klik absolutisht kjo fuqia ime e brendshme që është penguar, sepse në mënyrë të pavullnetshme unë kam kërkuar gjithmonë mbështetje nga jashtë për të gjetur zgjidhjen time. Zgjidhja ime është brenda meje, dhe kur unë lidhem me krijuesin tim, vjen zgjidhja. Harta treguese është vetë mjeshtërimi. Kur ti lidhesh me një inteligjencë më të madhe dhe pikërisht kur ti lëshohesh, e beson, e ndjen,
e ndjen, e beson, kjo është fusha magnetike më e madhe. Besimi dhe ndjenja. Këtu është fusha magnetike më e madhe. Këtu krijohet potenciali. Dhe unë tani që po flas, janë pikërisht fjalë të brendshme që po burojnë nga brenda meje, nga trupi, jo nga mendja, nga trupi. Fjalët e trupit janë fjalë inteligjente. Fjalët e trupit janë fjalë inteligjente. Dhe mua në këtë momente po më flet inteligjenca. Nuk i kisha menduar, nuk i kisha analizuar, sepse jam tip që nuk kërkoj të rivizitoj ngjarjet e mia, por është ajo që më bëri klik përpara një ore. Dhe ndaj zgjodha që unë këtë ta ndaj, këtë potencial, sepse unë ato që ndjej e ndaj. Le t'i shërbej kujt të doj. Ajo që ka për të ardhur për mua do të vi dhe nuk mund ta ndaloj askujt. Ato që Zoti ka përcaktuar për mua do të vi dhe askush nuk mund të më ndaloj. Kështu që unë shprehem dhe them të vërtetën time. Sepse pak shumë kohë më përpara punoja për fuqinë, me afirmime, punoja me këto sigurisht që më kanë ndihmuar, nuk po them, sepse e gjithë ky informacion është krijuar nga të gjitha puna që kanë bërë në mënyrë disiplinore, pra nga mëngjesi deri në darkë, nga kushtet që kanë vendosur se si duhet të jetoj, nga kushtet që kanë vendosur me kë njerëz duhet të qëndroj, nga kushtet që kanë vendosur brenda familjes time. Edhe një gjë tjetër që unë jam përballur që s'po e zgjidhe, unë me djalin tim djalin më do fort, më do jashtëzakonisht shumë. Edhe çdo fjalë që ai thotë unë e besoj dhe them që ky flet nga intuita, nuk flet nga mendja. Por ne kemi u bë disa muaj që në marrëdhënia jonë nuk ka qenë fort e këndshme, edhe shpesh më kundërvihej dhe unë nuk isha zë dhe fuqi që të mbrohesha, por më lëndonte nga brenda, më lëndonte. Edhe çuditesha si unë nuk isha fuqi që unë këtë nuk isha fuqi që unë këtë ta bëj, që të kuptoj, sepse fjala është dhe fuqi. Një fjalë e buruar ose një fjalë zemre është fuqi. Sigurisht që përdorja nota ose zë shumë të ngrohtë, të dashur, por e ndjeja që nuk ishte i duhuri, por edhe frika e ndjej absolutisht që nuk është e duhura, por e bërtitura sigurisht që nuk është e duhura. Unë asnjëherë në këtë periudhë nuk i kam bërtitur, por ndoshta mënyra, fjalët që i kam thënë nuk kanë qenë të duhura. Dhe ai shpesh më ka thënë, nuk më pëlqen mënyra se si po flet. Po nuk po të bërtasi, thoja. Nuk më pëlqen, thoshte. Madje prezent ka qenë dhe bashkëshorti im dhe e pyesja, a po bërtas? Jo, mami, s'po bërtet. Dhe realisht nuk po bërtisja. Por ai më ka ndihmuar që unë të kuptoj çfarë unë duhet të nxjerr. Çfarë po më bllokon mua në marrëdhënie me të? Çfarë po më tregon mua ky komunikim midis meje dhe ti? Çfarë po më tregon në të shkuarën ky komunikim midis meje dhe ti? Dhe tashmë e kapa. Pra e gjithë kjo histori me çdo individ rreth e qark meje, miq, familjar, më bëri të kuptoj që unë gjithmonë kam pritur nga jashtë që të rregullohet mjedisi im i brendshëm. Por tashmë nuk do të ndodh më, sepse fuqia ime më e madhe është brenda meje dhe unë e aktivizoj që të qëndroj në paqe dhe në dashuri. Dhe nuk kam nevojë që nuk kam gjithmonë, jo nuk kam nevojë, se s'mund të them nuk kam nevojë,
Nuk kam gjithmonë nevojë që çdo kush që është rreth e qark meje të më ofrojë ndihmë. Ndihma më e madhe është vetëdia ime. Shpirti im. Jam unë ajo që zgjedh të mërzis shpirtin apo ta lej në paqe. Kjo që unë sapo përjetova sot ka qenë një nga eksperiencat më të bukura, edhe e ndjej që kjo fuqi kaq e madhe brenda meje është një fuqi që i duhet trupit, inteligjencës së trupit tim, për të vënë në harmoni për të vënë në harmoni çdo gjë që është brenda meje. Por jo vetëm mua, edhe juve që jeni duke dëgjuar këtë video. Jam e sigurt që edhe juve. Jam e sigurt që në çdo video që do dëgjoni, në çdo libër që do lexoni, në çdo teknikë që do zbatoni, ka një zgjidhje, ka një zgjidhje. Thjesht besoni, besoni dhe pranoni me shumë dashuri, sepse fuqia më e madhe është brenda jush. Jeni ju ata që zgjedhni lumturinë, jeni ju ata që zgjidhni shërimin, jeni ju ata që zgjidhni të krijoni pikërisht jetën tuaj. Kështu që mos lejoni blokadat ose komandat e jetës e të shkuarës që të pengoj fuqinë tuaj. Ne nuk kemi më nevojë të mbështetemi tek prindërit, nuk kemi më nevojë të mbështetemi tek shefat, nuk kemi më nevojë të mbështetemi gjithmonë tek miqt, që ne të jemi në harmoni, apo tek mjekët, ne kemi gjithmonë nevojë që të besojmë dhe të ndjejmë pikërisht fuqinë tonë. Ne jemi fuqi. Ne jemi fuqi në këtë tokë. Secili prej nesh në këtë tokë është fuqi. Ne jemi fuqi. Fuqia jonë është shumë e madhe. Fuqia jonë është shumë e madhe. Fuqia e dashurisë, fuqia e shërimit, fuqia e harmonisë, e suksesit, e gëzimit, e lumturisë, gëtimit, e paras. Ne jemi të fuqishëm. Fuqia jonë është potencial. Na e ka dhuruar dikush dhe le ta aktivizojmë. Por mos t'i lejojmë ato blokada, që të ta pengojmë të fuqinë tonë. Mos t'i lejojmë, absolutisht. Ndjeje veten tënde kudo që ecën, ndjeje një super fuqi. Kur ecën në rrugë, ndjeje veten fuqi. Kur je duke bërë stërvitje, ndjeje veten fuqi. Kur je duke folur, ndjeje veten fuqi. Ndjeje gjithçka fuqi, ndjeje qelizat e tua fuqi. Ndjeje këtë botë që është këtu për ty, është këtu për ty. Ndjeje jetën tënde fuqi. Dhe jam e sigurt që gjëra të mrekullueshme janë duke ardhur në jetën tënde. Beso, ndjej dhe çdo gjë ka ndodhur. Gjëra të mrekullueshme ka ndodhur në jetën tënde. Ju falenderoj që unë kam shumë dëshirë të flas përsëri, por besoj se shikoj që ka shkuar shumë dhe besoj se duhet të ndale. Edhe si gjithmonë ju falenderoj që jeni dëgjues kaq të rregullt të mesazheve të mia. Ju falenderoj dhe ju bekoj pafund. Ju dua shumë.